Të nderuar vëllezër besimtar, sot në këtë hutbë do të mbajmë një temë në lidhje me përcjelljen e këtij muaji madhështor, e këtij misafirit të nderuar, që për një muaj ditë rresht ishte prezent në dyert e çdo muslimani. Të nderuar vëllezër besimtar, si çdo gjë që ka fillim, ka zhvillim, ka edhe mbarim. Pra i vjen edhe mbarim. Si çdo gjë, pra edhe Ramazani ka fillim, ka xherim, një muaj ditë, edhe në fund ky musafir të jep selamin se po ndahet prej teje. Vallë, secili prej nesh do t'ja bëjmë pyetje vetes. Vallë, ky misafir që ka qenë tek ti, a ishte i kënaqur me hizmetin që ti ja bëre për një muaj ditë rresht? Apo jo? A ishte i kënaqur apo iku i mërzitur prej teje? Lusim Allahun fuqiplot që këtë misafir ta përcjellim ashtu sikurse ai do të dëshironte të largohesh prej teje. Lusim Allahun fuqiplot që të na pranojë Allahu Alamin, e të jetë i kënaqur Allahu fuqiplot me agjerimin tonë, me namazin tonë, me ibadetin tonë. E kemi thënë edhe një xhumë që në kohën e sahabëve, tabiinëve, të bajt tabiinëve, 6 muaj ditë më si mbaron të Ramazani, ata e lusnin Allahun fuqiplot, o Zot, ne pa që pranu Ramazani. Dhe 6 muaj ditë tjera, o Zot, na e mundëso që ta arrijmë Ramazani. Pra rreth e përqark vitit, duaja bëhej për Ramazan. Kjo tregon se çfarë vlere të madhe ka tek i madhi Zot, subhanahu wa taala. Më duket sikur dje ishte dita e parë e agjerimit, sikur dje kemi mbajtur hutbën e mirëseardhjes muajit madhështor, ja erdhi momenti që tashmë të mbajmë hutbën e fundit tim. El wada ya shahr. O ti robit madhit Zot, o ti musliman, di që çdo send pra do të largohet prej teje. Sikur po largohet ky muaj madhështor, dije se edhe ti je misafir në dunjë. Edhe ti një ditë do të largohesh nga kjo jetë. Biles faktikisht Ramazanin nuk mund ta quajmë misafir, me ka bashkoll, se faktikisht ai do të vijë prap, ama misafir që s'kthehemi më jemi ne. Misafir të kësaj dunjaje jemi ne. Ramazani shkon edhe vjen gjendja s'vjen pa rëndësi ka, e vjen prap deri në kiamet, ama ti nuk e din atë ta presësh më dot Ramazanin e ardhshëm. Zoti na mundsoft inshallah. Ka fitu kush ka fitu, ka humb kush ka humb, ka mbjell kush ka mbjell, ka korr kush ka korr, ka bën tregti me Allahun kush ka bën tregti, dhe erdhi koha e mbylljes së pazarit. Kur them mbylljes së pazarit, tregtia më të madhe e Zotit. Ti ja agjerove Ramazanin, ja la të madhe Zot që të bëj detyrën e vet tani. Që na ka premtuar se vetëm unë di sa e shpërblej Ramazani. Ai na shpërbleft ja Rabbani. Artikulli i madh i Zot është shumë i shtrenjtë. Jo ti agjerosh një muaj, po 12 muajt e vitit, e natë ditë 24 orë të ditës së natës më rritu u fal, e 12 muajt e vitit më agjeru, s'mund ta meritosh me punën tënde artikullin e të madhit Zot që quhet xhennet. Krijimtarinë e të madhit Zot që quhet xhennet. Aq ka përgatitur në to për besimtarin sa kur ne nuk mund ta meritojmë. Lum ata që kanë punu, lum ata që kanë agjëru, lum ata që kanë mbjell, lum ata që vin koha për me e korë këtë mirësi, lum ata që kanë ndjer uri edhe etjen këtë muaj madhështor dhe e kuptojnë çdo të uria dhe etja që ta kenë parasysh për parasyve fukaran, jetimin, të mjerin, sakatin, të verbrin.
se cili pra duhet I thot vetes, vallë, atë të jem gjallën për Ramazanin e ardhshëm. O Zot, ne më sotari. Ashtu si kjo ditë, po të lene po shkon, ashtu si ky Ramazan, po të lene po shkon, vallahi një ditë, edhe ti ke me elan dunjan, e ke me shkon. Ke me elan familjen, e ke me shkon. Ke me elan të afërmit tuj, e ke me shkon. Ke me elan miqt tuj, e ke me shkon. Ke me elan shokët tuaj, e ke me shkon. Biles pikërisht, më të afërmit tuj do të vinë atë ditë me të futë në dhe. Ato do të hinë në vorë me të mbajt, ku po më tonë e me të ujnë në varë. Më të afërmit tuj, familja jote, shoqëria jote, miqësia jote, asë njëri, qoftë edhe baba e nana, apo e vladi, inshallah na përcjellën përpara neve si print e vladit to, do me thonë, nuk vjen me ty të len aty të vetmuar e në Zotit të më shiroft, edhe shko në shtëpi me vazhdu jetën e vetë. Salman Farisiu thot, është një ditar I botës islame, es-salatu mikyal, was-sawmu mikyal, was-zakatu mikyal, wal-hajju mikyal. Es-salatu mikyal, namazi është peshore, a peshoj. Do të peshojnë mizanin tënd. Es-sawmu mikyal, agjërimi është peshoj. Was-zakatu mikyal, edhe zakati do të peshohet në mizanin tënd. Wal-hajju mikyal, edhe haqillëku është peshoj. Se cila prej këtyre shumë të tjera si këto, vallaj bilat Allah do të peshohen në ditën e gjykimit në mizanin tonë. Ne u peshofshin në rëndoft këndari I veprave të mira më shumë se sa të këqija, sepse nuk ka njeri pa gabime e pa qengabimtar. Zoti na fal na mëshiroft tjera në një. Për këtë duhet më ndal një moment me pyet çfarë bën Ramazanin në zemrat tona. Muslimanët e parë ishin të mërzitur në ditën që largohej Ramazani, në ditën që e përmbylli Ramazani. Ky ka qenë shqetësimi më I madh I besimtarëve. A thu vallë Allahu që I plot ne pranoi Ramazanin? Ama duhet jemi të mërzitur se në Ramazan shejtanët ishin të lidhur me zinxhir, dyert e xhenetit ishin të hapura, dyert e xhehenemit ishin të mbyllura dhe me përmbylljen e Ramazanit shejtanët lirohen. Dyert e xhenetit nuk janë të hapura për secilin prej nesh, dyert e xhehenemit nuk janë të mbyllura për secilin prej nesh. Prandaj duhet të mërzitet muslimani. Shenja dalluese për ta pasi cili vetën e vet, nëse të është pranuar Ramazani apo jo, secili pak a shumë mund ta kuptojë vetë. Po si kuptohet hoxh? Nëse pas Ramazanit vazhdon jetën si në Ramazan, me çato rregull, Allahu ta ka pranuar gjërin. Nëse pas Ramazanit kthehesh siç ke qenë para Ramazanit me 3000 të lashat e problemet, është një pikpyetje të madhe e gjërimit. Pra Allahu fuqi plot, një ndër arsyet që e çoi Ramazanin ndër ne është se na bëj njerëz. Një ndër arsyet që Allahu fuqi plot e çoi Ramazanin tek neve është që të na mëshirojë. Edhe na mësoj mënyrën e jetesës, se si neve do të jetojmë. Çka prishte Ramazanin? Thamë që goje e prishte, vesh me një pasdere e prishte, shpifje për gojimi e prishte, rrahja, dora jote e keq përdorur e prishte, këmba jote me shkelje aty ku nuk do të me shkelje e prishte. E kështu e çoi Allahu për di arsye, e para me kuptu se çdo të thotë bark I unët. Në Ramazan njeriu e shikon se çdo të thotë barku I unët dhe ta kuptosh fukaran, ta ndjesh fukaran, të shkosh me vrap tek fukaraj, edhe e dyta me të mësu se si me jetu. Me kufizu gojën tënde, me kufizu shikimin tënd, me kufizu të dëgjurin tënd, me kufizu vendet të haramit e me shku vetëm në xhami, në shtëpi ku adhurohet Allah. Allahun e pas pranuar, ja bil alamin, o I madhi Zot. Ibadeti jam mahnit
tek rinia e madhe që kanë frekontuar xhamit. Elhamdulillah. Ditën e dije me Zotin pak, me qenë gjallë shëndosh. Edhe e lusim Allahun fëqe plot që t'jemi gjallë shëndosh. Na pret festa e bekuar e Fitr Bajramit. Shpërblimi për besimtarin e manifeston me fest, me përcjell këtë misafir ndrum këtë muaj madhështor. Sa për t'u thënë juve, duhet me ardhë nga rruga me tekbiru, për dallim nga bajrami tjetër, është mirë me që kja gjëru një muaj ditë, është mirë të çelësh diçka para se dush. Me ardhë në xhami. Ha diçka, merr abdes, merr rrugë me tekbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Prej të shtëpia në xhami. Edhe kur të kthehesh prej të xhamia në shtëpi, bila mirë ta nishosh pa rrugë, është një devijim shumë të vogël, është më së bashku. Me shku tek varrezat dhe me ju dhënë selam atyre dhe me bën bajram me të vdekurit tonë. Por për këto gjëra do të flasim inshallah ditën e bajramit. Ama sot e dhash ti informacion se për të ardhur në xhami duhet me ardh me tekbir, me fal namazin e bajramit. Zoti na e pas pranuar ja Rabbil Alamin agjërimin, Zoti na e pas pranuar namazet tona, Zoti na e pas pranuar ibadetet tona, duat, dhikrin, tesbih, sadakat e çdo gjë që kemi bën këtë muaj madhështor dhe Allahu na bëft që të jetojmë siç kemi jetuar në Ramazan, jetofshim edhe 11 muaj tjerë të vitit ja Rabbil Alamin. Ela'ina hasan al-kalam wa ablag al-nizam kalam Allah al-malik al-qadir al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi